Interi ka zyrtarizuar transferimin e Petar Sučić, mesfushori talentuar është afruar nga Dinamo Zagrebit. Sučić, 21 vjeç, është për forcim për mesfushën zikajtër dhe hapësirat për Kristian Aslanin sa vinë mbyllen, ndërsa vetëm pritet largimi në veri i mesfushorit shqiptar. Kroati u ofrua nga Dinamo Zagreb për 14 milion euro. Kontrata është firmosur deri në vitin 2030. Interi ndërkohë nuk do të ndalet vetëm me afrimin e tij në mesfushë, te klubi italian po punojnë dhe për lojtar më me eksperiencë. Kristian Aslani ka përjetuar këtë të shtunë një nga momentet më të vështira të karrierës së tij futbollistike. Nga një anë ishte gëzimi i mesfushorit shqiptar që luati në një finale të Champions League, por në tjetrën ishte zhgënjimi i humbjes historike 5-0 përballë Paris Saint-Germain. 2 ditë pas asaj finale, Aslani ka mbërritur në grumbullimin e kombëtares shqiptare për të nisur punën me kuqezinë të dje pas dite për ndeshjet e kualifikueseve të Botrorit 2026. Futbollisti ka qenë ndër të fundit që ka dalë në fushën stërvitore dhe aty nisi duke takuar fillimisht me radhë të gjithë shokët e skuadrës, të cilët e përshëndetën përzemërsisht, por dhe duke mos shmangur batutat si në rastin e Ismailit. I fundit ishte trajneri Silvinho, me të cilin mesfushori shkoi të takohej duke shkëmbyer disa fjalë para se t'i bashkohej përsëri grupit të lojtarëve për ushtrimet.